Projekt ligji i ri për barazinë gjinore i dorëzuar këto ditë në parlament ka ndryshuar ndjeshëm nga drafti fillestar, duke zëvendësuar konceptin tradicional të burrit dhe gruas me një përkufizim gjithëpërfshirës të gjinisë. Kjo është tentativa e dytë e kryeministrit Rama për të futur këtë ligj në kuvent. Herën e parë, projekt ligji u rrëzua nga gjykata administrative duke hedhur poshtë vendimin e Komisionit për mbrojtjen nga diskriminimi kundër pastorit Akil Pano. Vendimi lidhet me iniciativën e komunitetit LGBTQ që kërkon zëvendësimin e prindërve me termin prindi 1 dhe prindi 2. Sipas tekstit të ri të depozituar fshehurazi në kuvent, gjini përfshin identitete të tjera përtej binaritetit burr-grua, duke u lidhur me barazinë dhe mosdiskriminimin për identitetin dhe shprehjen gjinore. Drafti fillestar në Eni 4 i publikuar për konsultim në mars e kishte qartë. Gra dhe burra në kuptim të këtij ligji nënkupton edhe vajza dhe djem. Gra dhe burra duke përfshirë vajzat dhe djemt, por gjatë konsultimeve Aleanca LGBTQ kërkoi zgjerimin e përkufizimit për të përfshirë identitete të tjera gjinore, kërkesë që u pranua nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Ky ndryshim nuk është thjesht një çështje gjuhësore, futja e termave gjithëpërfshirëse dhe shprehje gjinore i jep status juridik identiteteve të reja, pa dhënë një listë të qartë të tyre. Në debatet ndërkombëtare studiues flasin për më shumë se 70 identitete të mundshme, duke vështirësuar zbatimin praktik të ligjit. Projekt ligji parashikon gjithashtu kuota të detyrueshme për përfaqësimin gjinor në pozita drejtuese, nga 30% deri në 50%, jo vetëm në sektorin publik, por edhe në privat. Objekti i zbatimit përfshin të gjitha institucionet vendimarrëse dhe administratën publike. Kritikët konservatorë ngrenë shqetësimin më të madh. Si do të zbatohet kuota kur numri i gjinive nuk është më vetëm 2? Me 2 gjini gjithçka është e qartë, 30% gra dhe pjesa tjetër burra ose 50% me 50%. Por nëse njihen 4 identitete, secila me 30% kuotë, totali arrin 120%, një gjë e pamundur për të zbatuar në praktikë.